Në finalin Africa Cup of Nations 2025-2026, një nga ngjarjet më dramatike të futbollit afrikan, mori një kthes fatale për Brahim Diaz dhe për kombëtarin e Marokut. Ngjarja ndodhi në Rabat, ku Maroku luante ndaj Senegalit për titullin e Kupës së Afrikës. Deri në momentet e fundit, ndeshja ishte e barabartë dhe pa gola, por tensioni u rrit kur arbitri, pas një shqyrtimi me VAR, vendosi të japë një penallti në favor të Marokut në minutat e shtesës. Një vendim i kontestuar që shkaktoi një protestë masive nga ekipi i Senegalit. Në frustrim, trajneri i Senegalit urdhëroi lojtarët të largoheshin nga fusha për rreth 14 deri 17 minuta, para se të bindeshin nga kapiteni Sadio Mané të ktheheshin dhe të vazhdonin lojën. Në atë moment kaotik, 26 vjeçari Brahim Diaz u ngjit për të ekzekutuar penalltin vendimtare. Ai zgjodhi një luajtje panenka, një teknik ku lojtari kopjon si të lë topin në mes të portës për të mashtruar portierin. Një lëvizje e guximshme në një moment të tillë presioni, por topi përfundoi drejt duarve të Senegalit Mendy, i cili lexoi qartë tentativën dhe e mblodhi me lehtësi. Kjo humbje e mundësisë për titull dërgoi ndeshjen në kohë shtesë. Pak më vonë, Senegal kapitalizoi në momentin e tyre të ri dhe Pepe shënoi golin e vetëm të ndeshjes në kohën e shtesës, duke dhënë vendit të tij fitoren historike 1-0 ndaj Marokut. Ky gol nuk vendosi ndeshjen, por theu edhe ëndrrën e Marokut për të fituar titullin e parë të Kupës së Afrikës që nga viti 1976. Pas ndeshjes, reagimi i Diaz ishte i sinqertë dhe emocional. Ai përdori rrjetet sociale për të kërkuar falje publike për fansët e Marokut, duke pranuar përgjegjësinë për penalltin e humbur dhe duke shprehur se shpirti i dhëmb për atë që ndodhi. Ai tha se ishte shumë i vështirë të rikuperonte nga kjo dhimbje, por premtoi se do të vazhdonte të luftonte për tifozët dhe do të bënte gjithçka për t'i bërë ata krenar një ditë në të ardhmen. Kjo humbje u komentua gjerësisht në mediat sportive ndërkombëtare, jo vetëm për penalltin e humbur, por edhe për aspektet dramatike dhe polemike të finales. Gazetat raportuan për skena kaotike në stadium, për leshje në tribunë gjatë protestës së Senegalit dhe reagime të forta nga autoritetet e futbollit afrikan dhe FIFA, të cilat dënuan sjelljen e disa lojtarëve të stafit dhe që u tërhoqën nga fusha. Ndërkohë, për Brahim Diaz, megjithatë ishte një turne mbretëlënës personalisht, ai u shpall gollë shënuesi më i mirë turneu duke shënuar 5 gola. Por pikërisht penalltia e fundit, e cila do të quhet ndër momentet më të rëndësishme dhe dramatike të futbollit, do të mbetet si ajo që vendosi fatin e finales dhe do të diskutohet gjatë shumë kohëve që do të vinë.